Unë jam doktorita dhe kjo është Rituals Podcast. Ku shkojnë syt, shkon trupi, shkon vëmendja, shkon energjia, bashkë që aty ndodhet realizimi i çdo mendimi dhe dëshire që ki. Prandaj vëje mendjen tek vetja, tek shëndeti yt, me informatat shkencore rreth sportit, mendjes, ushtrimeve, ushqimit dhe çdo gjë që na bën njeri, do të ndihmojmë të ndërtosh një vetvete më të shëndetshme, edhe rrjedhimisht më të lumtur, për veten edhe për tjerët. Mirë se vjen. Mirë se vini në podcastin e radhës të Rituals Podcast. Sonte kam një musafir shumë special, Dr. Ferida Aganin, që besoj që të gjithë e njihni. Kemi një temë shumë interesante që është ndërlidhja e aspektit shpirtëror të fesë ose religionit me shkencën. Kemi folur për depresionin, ankthin, stresin, emocionet dhe lumturinë e kuptimin e jetës në përgjithësi. Mirë se vjen, Dr. Ferid, kënaqësime të pas. Kisha pas dëshirë mi u bën një hyrje të vogël me tregu pak për ata që nuk e dinë saktësisht se çka keni bo për vendin ton dhe për njerëzit ton. Dr. Ferida Agani është neuropsikiatër, profesor universitar i psikiatrisë dhe kryetar i Partisë së Drejtësisë. Ai ka qenë deputet i Kuvendit të Kosovës në periudhën 2004-2007 dhe ministër i Shëndetësisë e ministër i Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor në periudhën 2011 deri 2016. Dr. Agani ka qenë udhëheqës i reformës së suksesshme të shërbimeve të shëndetit mendor në Kosovën e pas luftës, bartës i reformës legjislative të sistemit shëndetësor dhe autori shumë publikimeve shkencore, mes të tjerave në JAMA, Journal of American Medical Association dhe BMJ, British Medical Journal. Dr. Agani është antar i Akademisë Europiane të Shkencave dhe Arteve dhe ndër shumë çmime ndërkombëtare vendore është edhe fituesi i çmimit Max Heyman të Asociacionit Amerikan të Ortopsikiatrisë. Dr. Agani aktualisht vazhdon të ofrojë shërbime të rregullta klinike në ambulancën e tij të neuropsikiatrisë në Prishtinë. Okej. Shumë CV e bëshme. Që të shpresoj edhe në me ma lexu dhe mu dikush kur të vinë moshën e juj. Edhe më të pasur. Okej. Për disa njerëz mundet me qenë konfuze, ashtu qysh unë mendoj se është edhe në vendin ton ka shumë konfuzitete kur vjen puna te kur pyeten për opinion ndaj dikujna që bën diçka shumë e vlerë, mundet me qenë e çuditshme që e person në fushë shkencore dhe me prezencë të lartë intelektuale, por njëkohësisht je edhe fetar dhe ki bindje të forta të tilla dhe është një pjesë shumë e rëndësishme e jotja. Gjatë historisë dihet që shumë shkencëtarë të shquar si Albert Einstein dhe Carl Jung kanë besuar në Zot dhe kanë qenë fetar. Ka shkencëtarë që bajnë besime të ndryshme dhe kjo tregon në fakt bukurinë e laramanisë së njerëzve edhe çysh e perceptojnë edhe jetën. Qysh kishë me thonë, dok që bashkëveprojnë shkenca me fenë në aspektin shpirtëror të saj? Unë mendoj se bashkëveprimi është shumë intenziv, por për fat keq jo edhe aq i njohur për qytetarët dhe është një temë mas të madhe e stigmatizume, dhe atë pa asnjë arsye. Dhe kjo është rezultat më shumti i periudhës së gjatë komuniste, e cila ka sunduar në këto hapësira, veçanërisht në ish Jugosllavinë, por edhe në shtetet përreth. Dhe kjo trashëgimi ta quajmë ashtu negative, ideologjike, e cila në themel e ka pas ateizmin, pra mosbesimin në Zot, pra ideologji e cila njeriu e ka bozat dhe mbi bazën e kësaj ideologjie i kemë pas autokratë dhe diktatorët më të mëdhej të kohës. Kjo kalon pasoja të rënda më vonë edhe pas tranzicionit demokratik që u bën këto shtete. Pra ende tema e fesë dhe interaksioni i institucioneve fetare, të dietarëve fetar,
dhe shkencës dhe institucioneve publike shtetënore është një temë e anatemume, është temë e cila nuk është e studiume, nuk është e elaborume. Dhe në këtë mënyrë shoqëria ngel pa një pasuri të madhe të një bashkëbisedimi ndërmjet fesë dhe shkencës, dialog që ka filluar shumë shekuj më herët, vjeçar më herët, por i cili thash është ndërprerë në mënyrë artificiale. Unë sot e pata një kumtesë në konferencën shkencore që Bashkia Islame e Kosovës e ka organizuar për nder të doktor Recep Bojës, ishte myftis të Kosovës në 3 mandate, doktor shkenceve teologjike, po njëri që ka kontribut madh për çështjen e ADO-t, kombit, shtetit të Kosovës, dhe të diplomati i Kosovës, ambasadori i Kosovës, pas përfundimit mandatit të tij si myfti i Kosovës. Pra, një natyrshmëri e zhvillimit të ngjarjeve, e cila për fat keq nuk është rutinë, nuk është përditshmëri, edhe sot e kemi atë përpjekjen që me anatemu çdo gjë fetare në jetën publike dhe madje edhe me stigmatizu njerëz mbi këtë bazë. Po, pajtona dhe shumë tepër shpjegim i mirë për pjesën e stigmatizimit posaçërisht. A duhet të përputhen patjetër feja me arsyen? Patjetër. Çdo gjë që nuk përputhet me arsyen është e vështirë për të qenë e dobishme për njerëz. Feja është një rrugë e besimit të njeriut në një qenje universale, një qenje të mbinatyrshme, një qenje e cila e ka rregulluar gjithë universin. Fillon me rregullimin e gjithë universit dhe përfundon me rregullimin e njeriut si një qenje e përkryer në sipërfaqen e tokës. Pra Zoti i Madhërisëm, i cili përfundimisht ka ekzistuar gjithmonë në mendjen time, të familjes time, të popullit tonë. Dhe jemi popull i cili rrugën deri te Zoti i Madhërisëm e ka gjetë në 3 drejtime të ndryshme, po gjitha përfundojnë te një Zot. Pra rruga islame, rruga e krishterë, rruga ortodokse, katolike, romane dhe judaizmi si fe monoteiste. Pra gjitha këto fe e kanë për qëllim me ndriçu rrugtimin e njeriut deri te Zoti. Dhe kur vjen puna te një pyetje, po a ekziston Zoti? Kush e ka pas Zotin? A ka shku dikush në atë botë, më kthy, më na tregu si është atje? Mendoj këto pyetje që në temel e kanë bazën materialiste, ateiste, janë problematike shumë. Për një arsye unë mundona me u përgjigj në këtë pyetje, se mendoj që pyetje kur ta shqetësoni edhe legjitime nga një kategori e njerëzve që ndoshta nuk kanë lexuar shumë dhe s'kan pas rastin me pas përvoja të tilla shpirtërore, spirituele, fetare, në familjet ku kanë jetu. Unë kam vetëm një konstatim, një shpjegim. Të thuash nuk ka Zot, është e pamundur nga aspekti i arsyes që e përmendet. Pse? Sepse ne e dim, çdo njeri e din në këtë rrezull toksor që në pyetjen ku është kufini i gjithësisë, shkenca nuk ka japë përgjigje, edhe sot e kërkon atë përgjigje dhe nuk mund ta gjej. Pra mendja e njeriut është në mënyrë absolute e kufizuar. Dhe me një kufizim të tillë, substancial, është shumë vështirë me pas qëndrim absolut s'ka Zot. Qysh mundesh me një mendje të kufizuar me jap përgjigje në një pyetje të tillë? Prandaj këtu duhet mund dalë, edhe njeriu duhet me ditë kufite e mundësive të tij mentale dhe duhet analizu mendjet e ndritura të kohës. Si përmendet 2 shkencëtar të mëdhenj. Unë po them se shumica absolute e fituesve të çmimit Nobel janë besimtarë, e besojnë Zotin. Do thotë njerëz kanë ardhur nga këmbvështrime të ndryshme, kanë ardhur deri te pika ku atë çështje nuk e diskutojnë fare. Pra në një univers të përkryer, ku çdo gjë është në vend vetin, në një univers në cilin galaktikat notojnë dhe hecin dhe afrohen dhe largohen njëra nga tjetra në perfektshmëri. Dhe në njëjtën kohë, në një univers të mbrëmshëm, brenda trupit njeriut, kur kemi një harmoni të jashtëzakonshme
në të gjitha nivelet e funksionimit të organizmit njerëzit. Filluar nga organelet e qelizave, bërthama e qelizës, e matutje në molekula, në inde, në organe, sistemet të organeve të gjithë qenja njerëzore. E deri te truni, i cili me mendje, me një energji ma fisnike, i koordinon gjitha këto organe. E të lëshojme mandej ma poshtë, nën organelet e qelizës. Dhe dalim të vim në nivelin e asaj që qysh Vedat e vjetra indiane, 5.000 vjet ma herët, në Ayurvedat, pra në shkencën mbi jetën, mbi rrjedhën e jetës, e ka përshkru si trup energetik kvantik, pra si një trup mekanik kvantik, një trup në cilin vazhdimisht qarkullon energjia. Pra, bim dhe në nivelin e organeleve të qelizës, në nivelin e molekulave, në nivelin e atomeve, bim nivelin e protoneve, neutroneve, elektroneve, vim nivelin e kvanteve, që janë 10 milion deri 100 milion herë më të vogla në madhësi se sa atomet. Dhe në atë nivel e kemi edhe shkëmbimin e atomeve me rrethin në nivelin energetik. Për shembull, në indin e lëkurës, për shembull që kemi në sipërfaqe, ne kemi molekulat, kemi atomet, janë qelizat, dhe ato janë përbërë edhe nga atomet e karbonit, për shembull, ta marrim. Atomet e karbonit e përbëjnë edhe dioksidin e karbonit në ajër. Pra, në esencë, atomet e karbonit në ajër janë në shkëmbim të vazhdueshëm me atomet e karbonit në lëkurën e njerëzit. Dhe janë bërë atë qysh para 30 viteve, janë bërë studime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, studime radioizotopike, të cilat kanë vërtetuar se 98% e atomeve të organizmit njerëzit vazhdimisht regenerohen, ripërtrihen, ndrohen. Dhe pra, në këtë dinamikën, këtë perfektshmëritë, thema ashtu, një gjendje të harmonisë absolute, harmonisë mrekullueshme, jashtë organizmit njerëzit, në vetë organizmin e njerëzit, atëherë edhe kur folim për raportin e njerëzit me Zotin, atëherë duhet fol me respektin më të madh, edhe duhet shfrytzu fjalët e Zotit, të cilat janë të paraqitura në librat e shenjtë. Pra në gjithë librat e shenjtë, i fundit është Kurani, para tij ka qenë Bibla, para tij ka qenë Talmudi ose Dhjata Vjetër, para tij kanë qenë edhe librat e tjerë, për shembull Bhagavad Gita. Edhe unë t'ju them drejtën, ndërpse vi për një familje me identitet formuar fetar, se gjyshi im ka qenë njëjtë mifti i Kosovës, ka qenë miftia i parë i Kosovës pas luftës dytë botnore, prej vitit 1947 deri 59. Pra, edhe pse vi prej asaj familje, po prapë periudha e komunizmit, ateizmit kalon pasoja, se unë kom lind vitin 1959, atëherë ka qenë Partia Komuniste në fuqi, edhe gjithë shkollimi im fillor i mesëm ka shku në atë ideologji, po megjithatë rruga ime edhe hyrja në Islam nuk ka qenë në atë bazë. Se mu gjyshim ka vdek herët, 3 vjeçar kom qenë kur kam ndru jetë, dhe unë kur kom hy në besim në Zotin e Madheshëm, unë kom hy në Zagreb, kur kom qenë në specializim. Atje kom qenë specializim të neuropsikiatrisë, dhe atje kom rënë kontakt me kolegë kroat, kolege, ma konkretisht një kolege e imja shumë respektume, e cila naftoi në darkë, me kolegët e mi ishim edhe me 2 kolegë tjerë nga Kosova, edhe në atë darkë pata rast t'i shoh do libra, e njësha mirë gjuhën serbokroate, edhe po e shoh një libër atje Bhagavad Gita dhe Mahabharatat. Ai kishte një interesim të veçantë për budizmin, edhe për hinduizmin, përgjithësi ishte një gru shumë erudite, shkolluar e ditur, edhe tash ka mundësi tash pak me pa, e mora atë Bhagavad Gitën. Kur e marr Bhagavad Gitën, edhe po i lexoj në kroatisht përkthimin normal në gjuhën kroate, edhe shoh ato ajetet kuranore të përkthime kroatisht, edhe them tash si është kjo mund, unë po interesona më shumë. Edhe kur e sheh i njëjti burim.
konceptet e njëjta, mënyra e njëjtë e ligjërimit, shpjegimi i njëjtë i koncepteve të jetës, të ekzistencës, të raporteve ndërnjerëzore të tjerë, edhe aty ku pas se gjitha këto libra të shenjtë që janë në dispozicion të njerëzimit vinë prej një burimi. Kanë ardhur prej një burimi nëpër shekuj, ju kanë përcjell njerëzve si një shpjegim, si një udhëzim, si një ndihmë për me jetu në harmoni me ndërmjet veti mas pari, si shoqëri, po edhe me natyrën. Po më vjen shumë interesant sepse pas kem pikpamjen shumë të njëjtë, ndaj thash hera parë që para se me fillu emisionin thash është hera parë që po njoftohem, edhe me qëllimisht nuk e kam dëgju asnjë intervistë t'juaj të mëhershme dhe nuk e kam ditë se ku qëndroni dhe çush mendoni lidhur me këto çështje, vetëm kena fol pak, e kemi zgjedh temën dhe po më vjen shumë mirë që qenë kam në komplet në të njëjtën valë të mendimit dhe të perspektivës të pjesës spirituale edhe qysh në fakt e shohim jetën. E përmendet më herët një pjesë ku e përmendet hierarkinë e shpjegimit edhe shkencor të çush jemi të krijuar dhe çka ndodh, çka kemi në organizëm, në trup, në çka ndodhet në botë dhe përtej. Unë e kam pas një zbërthim tillë në vitin e dytë të mësu fiziologji, ka qenë 2:30 natës të shtu diçka, dhe në atë moment për një moment e kam kuptu qysh gjithçka është e njëjtë në sistemin ku që fillon pikërisht prej organeleve deri në pafundësi. Domethënë ka qenë pikërisht që ky shpjegim që thatë edhe ju, që për 1 minutë më ka shfaq ashtu edhe e kam pas të qartë që ka diçka më shumë, që jo domosdoshmërisht është dasht me e mvesh ose me e përkthy në koncepte specifike të fesë atëherë në atë kohë për mu, mirë po mu më ka ndihmu shumë me e pa sa e vogël jam, nëse këshyri lart në qiell, që ndodh shumë shpesh kur jam e mërzitun, për shembull veç këshyri lart, edhe ndodh një diçka që është si më dhon ekstra frym, si më marr ma shumë frym se sa që marr zakonisht, edhe njëjtën kohë sa e madhe jam për botën teme, edhe sa shumë më menaxhu veten në mënyrë që mrena disiplinave caktume t'ja bëj vetit ambientin ma të favorshëm për lumturi. Se kena marrë ma vonë edhe te ndarja mes disiplinës edhe kështu vullnetit të lirë në motivim i cili na ka çu deri në depresion ndoshta sa dhe tjera, por më vonë atë. Një diçka që mu më pengon është që nëse këshyrim në sipërfaqen kulturore dhe qysh kuptohet ose muj me thonë keq përdoret feja është që në një triazh, në një trekanç të kuptimit ndoshta të vetë krijimit edhe të miteve të krijimit edhe vetë të asaj që ka shohim, njerëzit e marrin fenë në kuptim shumë bukfal, edhe shpesh herë nuk e shikojnë me një perspektivë më të ndriçume me ju qas me aspekt shpirtëror më shumë në mënyrë që të lidhen edhe shkencën edhe fenë. Atë jep ankth dhe një herë ideja që ndoshta mundesh me qenë gabim në aspektin shkencor ose gabim në aspektin fetar? Jo, asnjëherë. Unë tash, pika nisjes e ime është se mendja ime, si e gjithë njerëzve në botë, është e kufizuar. Nuk ka përgjigje në pyetjen ku është fundi i gjithësisë. Kjo pyetje për mua bazike. Ose nuk jam gjendje me javë shpjegim me mendjen time, e mendoj se jam njëri që ka lexuar dhe i ka përcjellë dhe i përcjell edhe sot gjërat edhe arritjet më të reja të shkencës, atëherë pra nuk jam ai i cili e kontestoj një trashëgimi të tillë civilizuese, qytetëruese të njerëzimit e që janë besimet. Por jam unë me mohu tash bindjen e miliarda njerëzve në ekzistimin e Zotit. As më parë kur vetë jam i bindur që ai ekziston. Dhe nuk e një vetën asnjëherë në ankth në këtë aspekt. Dhe kjo ka qenë shumë e rëndësishme për mua, sepse më ka liru natyrisht, më ka liru energjit që t'jem shumë më i hapur edhe në gjendje me i kuptu njerëz. Edhe ata njerëz të cilët e kanë pas besimin në Zot, pjesë esenciale të ekzistencës tyre, e që për profesionin tim si psikiatër ka qenë esenciale. Unë shumë herë edhe studentëve të mi ju kom folë,
se natyrisht duke mos imponu, kur farë lloj qëndrimi ose insistimi që ata të përvetsojnë mënyrën e shqishimit temën, jetën edhe ekzistencën, por kom thonë se duhet jeni shumë të ndjeshëm ndaj bindjeve të pacientëve, të klientëve të juaj, kur në pyetje ekzistenca e Zotit, kur në pyetje raporti i njeriut me Zotin, duhet jeni të ndjeshëm, sepse madje krijoni probleme të transferencës dhe kundër transferencës që janë koncepte psikoanalitike tash, të cilat e bllokojnë bisedën dhe krijohet raporti mosbesimit, në raportin e mjekut me pacientin, besimi në mjekun dhe besimi i mjekut në pacientin në esencial. Aty është themeli i suksesit. Dhe mendoj se këtu kom insistu me të drejtë, edhe pse për fat keq unë shoh shumë kolegë që kanë probleme në këtë aspekt, edhe bindjet personale, të cilat i kanë rënjët në njohuritë e tyre, përvojat e tyre personale, që unë nuk po i gjykoj në asnjë mënyrë, aty në drejtë e tyre, por e shoh që ju krijojnë probleme raport me pacient. Edhe jam dëshmitar pastaj ata kur ndrojnë, se pacientët tonë ndrojnë mjek të herë të njëri dhe tjetër e dini atë, dhe mandej i kemi këto njohuri për përvoja që e kam me tjerë. Por aty kur e thatë parës deshta mund të lidh me atë një hint që e thonë, për atë thatë sa e pashta thatë sa e vogël jam. Njeriu është shumë i vogël për masat galaktike, për masat e kësaj bote është shumë i vogël, ere më për masat galaktike, por njëkohësisht është shumë i madh. Po ne. Njëkohësisht është shumë i madh. Krahasimi me shkencën e fizikës. Atomi është shumë i vogël. Qarja e një atomi e ka shkaktuar tragjedinë e Hiroshimës dhe Nagasakit. Do çfarë fuqie është brenda një atomi? Pra çfarë fuqie është brenda një njeriu? Fuqie e madhe shumë. Po sa i vogël është ai atom, shumë i vogël si atom, po sa i vogël është njeriu, shumë i vogël. Po çka duhet me bë me këtë njeri? Këtë njeri mund ta përdor si një atom i cili liron energji të kontrolluar në elektronat nukleare në gjithë botën, edhe prodhon energji dobishme për njerëz, po mund është edhe me e qa me proces fizik dhe me e liru një energji shkatrimtare. Pra njeriu mund me qenë njëkohësisht angel edhe mund me qenë njëkohësisht ajo krijesa ma e mallkume që mundet me ekzistu, pra që shkatron. Dhe pra njeriu është qenie e mundësisë. Në çfarë drejtimi shkon njeriu, tash kjo mvaret rreth parë nga ajo se me sa dije ai është i pajisur. Dhe dituria është rruga. Për atë arsye, unë mendoj shkolla është fillimi, stacioni i parë, në cilin nëse na dojmë këtë shtet Kosovës me bosës, po mund tash pa dalë te niveli shtetnor, institucional, patjetër. Se tërë një pjesë tjetër rëndësishme të jetës time, u bo 25 vite tash, merrem me politikë, pak ma një aktive prej mujve të parë të pas luftës. Do thot, Partia e Drejtësisë u themelu me 19 shtator 1999. 10 qershor u liru vendi, 19 shtator, tash 3 muaj. Po. Me njëherë, pse aq të unë kemi qenë, pse? Sepse ku mendu se natyrisht beteja tash lufta përfundoi, po beteja vazhdon me mjete pasore. Beteja për demokraci, beteja për përparim tash vazhdon me betejë politike, nuk ka më nisi ushtarake. Edhe ju hyme me parti mrenda. Në atë betejë. Edhe mirë, jemi ku jemi, por atë që deshta ta them është se këtë angazhimi në politik e ka pas një fokus. Qysh me kriju kushtet që arsimi me u përparu, qysh me imri shpejt ato shkallë të arsimimit dhe edukimit perëndimor, i cili natyrisht cilësohet me avancime të mëdha në shkencë. Bota perëndimore është ajo që ka prirë me shkencë në shekujt e fundit dhe ajo ka qenë ideali jonë. Aty kemi sytë, edhe sot i kemi sytë në atë aspekt, dhe më duket se s'kemi mri. Po më duket për fat keq për këto 25 vite, nuk kemi mri rinisë tonë, tani më një gjenerate të tërë, me ja përcjell këto dije, këto dituri, të cilat kanë qenë trashëgimi e qytetërimeve botnore me mija vjet më herë. Folëm për Vedat indiane, 5000 vjet më herë, ju në spjegu raportet e mendjes
ose frymës, si kanë thonë ata, edhe trupit dhe shpirtit. Do thot mjekësia tradicionale hindase, mjekësia tradicionale kineze, to janë pasuri të njerëzimit dhe shumë pak merren parasysh edhe në literaturën shkencore profesionale për student, për shembull fakultetit mjekësisë. Po. Janë ende të panjohur, edhe sot me i fol për shembull studentit me fol diçka për meditimin transcendental të Ayurvedës, për shembull, që unë kam kryer kursin për meditimin transcendental, tu i fal 5 vakte namaz në vitin 1990, e kem kryer patëm fat, erdhi një grup i jogive prej Indisë në Zagrebi, qendër europiane, edhe na mundsu neve me gjysmë çmimi, bashkë me 2 kolegët e mi, që me doktor Afrim Blytën dhe doktor Jusuf Ulen, kemi qenë bashkë në specializim një vit e më tepër, atëherë në specializim në neuropsiatrisë, dhe natyrisht me njëherë ishim të interesuar i kap ato gjëra që ishin ma interesante për ne, që na interesojnë edhe në profesion, ne patëm kryer atë kurs. Tash para mendoni kur unë në vitin 1990 e kam kryer këtë kurs dhe studentët e mi nuk e kanë këtë mundësi dhe i gjithaj rrugtim shkencor, profesional i Kosovës nuk e murë drejtimin e duhur. Pse dhe e pyeti veten shumë dhe në këtë aspekt e ndi shumë keqardhje. Kur nuk është vonë, duhet gjithmonë me provu, me i kapërcy ato dekada. Normal, to 25 vite kanë qenë vështira. Nuk kanë qenë to 25 vite të një shteti konsolidum që thjesht prej një demokracie ka dalë shkallë të re demokracisë, po kem kalu okupimin e rand, e kem kalu gjenocidin, apartheidin, shpërngulljen masive të popullatës, kem kalu fazat më të rënda të rimëkëmbjes, ripërtritjes, ato masakra, ato dhunime, ai të merr në popullat vogël brenda 2-3 muajve, ke kalon pasojë mandej. Normal. Kemi arsyetime shumë, po prapë se prapë gjithmonë mendoj nuk është vonë kur nëse mundemi me e kap hapin. E përmendet disa sene shumë e rëndësishme që po du mu ndërlidh. Tash prej kësaj të fundit puna e dijes në çdo epizod podcastit kalum e kam përmend sa shumë po kam dëshirë që ajo me qenë thelbi i kësaj që unë po e bëj, sepse mendoj që dija i zbërthen njerëzit. Kur të kesh informatën e ke një tool ose një vegël me të cilën hap tunelet të reja në kokën tënde dhe mandej mundesh me u ndriçu. Por si thot edhe jo, mendja është shumë e limituar, kështu thot edhe budizmi, edhe kush është pak spiritual e kupton se shumë pak përgjigje mundet me i gjetë brenda mendjes. Kur vjen puna të disa pyetje shumë komplekse, vjen edhe shkenca diku në fund tavolinës edhe mandena mu s'ka ku shkan. Kështu që në diçka mendoj që njerëzit munden me e pasi pozitive këtu, është që aty është e bukura e dorëzimit. Kur dorëzohesh, te ai kufi edhe pastaj ndjehesh i lumtur sepse jo gjithçka është në dorën tënde. Dhe unë e them këto edhe në praktikën time me njerëzit që punoj, ku shpesh herë e shoh një zbrasti ku mungon kuptimi i jetës pak a shumë edhe njerëzit nuk po e dinë se i mungon kuptimi i jetës, se nuk i kanë disa disiplina të caktuara. Them se po të kishin disa disiplina të cilat e bojnë një mjedis të favorshëm që njeri me qenë pak ma i lumtun, që me pas një kuptim tjetës, me kuptu pse jam gjallë, ose për çka kisha vdekë, për çka shërben që të botë, ku janë kufizimet e mia, çka është e bukura e asaj të padukshmës por që ndjehet, atëherë mendoj që njerëzit në këtë rast nuk kishin qenë edhe aq depresiv sa janë sot, sepse po. Përfundimisht, pajtona me ju plotësisht e përmendet kuptimin e jetës, që është baza e një koncepti teorik me cilin unë punoj edhe e kom përveçu herët në punën time terapeutike, që quhet logoterapi, babai të cilit është Viktor Frankl, një nxënës i Freudit dhe një i burgosur në llogoret e Hitlerit edhe njëri i cili është ballafaqur me vdekjen në baza ditore.
gjatë më shumë se 3 viteve që ka qenë ato konslogore. Dhe një psikiatër i jashtëzakonshëm i cili në mënyrë shumë të bukur edhe me të vërtet kuptim plote ka arrit me kriju një urë ndërmjet mendjes racionale, logjike të njeriut dhe komponentes emocionale, spirituale, shpirtërore të tij nëpërmjet dhënies së mundësisë dhe duke kërkuar nga pacienti, duke punuar me pacientin që të gjenë kuptimin e jetës. Natyrisht çdo klient i tij, i imi, e ka edhe duhet ta ketë kuptimin e vetë të jetës, që nuk është ai një kuptim që jep si recept dhe duhesh me mrit, ashtu më bë robota të gjithë, po secili njeri pajtim me mundësitë e veta dhe veçoritë specifike të personalitetit e kërkon atë kuptim të jetës. E tash, një njeri i cili është besimtar, pra që e beson Zotin, që e din kufinin e tij, një njeri i cili ashtu unë që kuptoj, bile se unë jam besimtar i besimit islam dhe unë që kuptoj dhe nuk kom asnjë dyshim se njëjta gjë është edhe në krishterim edhe në judaizëm, patjetër. Janë rrugët e njëjtit Zot, por njeriu i cili është besimtar e kupton që qenia e tij materiale, e cila në këtë botë është një shkrirje e materiales dhe shpirtërores, dhe ku shpirtërora vjen nga krijuesi dhe largohet prej tij, në atë moment përfundon jeta e tij materiale, po ai largohet për të siguruar një transcendencë në një gjendje tjetër, metafizike, një gjendje shpirtërore. E pastaj krijuesi ka treguar edhe rrugën se çka pret njeriu ma vonë. Dhe këtë ai tregim se çka pret njeriu ma vonë, ku e kemi kategorinë e xhenetit, xhehenemit ose ferrit e parajsës, si është në besimin tjetër, në esencë e ka një qëllim, unë që kom kuptu, që Zoti thot njeriut, ti je qenje e mundësisë, ti je qenje e zgjedhjes. Dy gjëra i ke të caktuar. Këto s'mund është bindru, kur do të vjen këtë botë dhe kur do të shkon prej kësaj bote. Të tjerat janë mundësi, zgjedhja jote. A don me ju jap punëve të mira, a don me ju jap punëve të cilat të kënaqin ty si individ, por nuk i jep pesë pare për rrethin tënd ku jeton. Shkurt. Pra, a don të jesh shërbim të narsizmit, tash me koncepte psikodinamike, apo don të jetë në shërbim të altruizmit ose humanizmit dhe raportit njerëzor me të tjerët, duke filluar nga familja jote, te fqinjët e matutje. Prandaj, unë mendoj se kjo është shumë e bukur. Dhe kjo besimi dhe identifikimi i njeriut me këto udhëzime të krijuesit në Kur'an, në Bibël, në Talmud, mendoj se janë instrumente të fuqishme për personalitetin e njeriut që t'i shfrytëzon fuqitë e tij shpirtërore. Sepse shpirti është një kategori fundamentale e qenies njerëzore. Dhe ai që beson Zotin e beson shpirtin. Shkenca shpirtin nuk e beson, nuk e kvalifikon. Organizata Botërore e Shëndetësisë, në definicionin e saj, ju e dini, tash thot, shëndeti është gjendje e mirëqenies së plotë biologjike, psikologjike dhe sociale. Nuk thot shpirtërore. Shpirtërore, do po. thot këtu e ka një mungesë të madhe. Shumë të madhe pajtonë. Por tash aty ka qenë një qëndrim i tillë filozofiko-shkencor që e kanë marrë themelues të kësaj organizate dhe e kanë marrë si bazë, që unë mendoj gabim, sepse në këtë rast ata i kanë mohu gjitha ato tradita mjekësore, mijëvjeçare të qytetërimeve para nesh. Nuk ka filluar bota me mjekësinë perëndimore. Po, patjetër për qëllime narcisizmi që shtatë edhe më herët, për qëllime manipulimi, kemi folë shumë shpesh për këto që ata kanë dashur që ata me qenë zotët në këtë botë. Exact. Edhe me i mjegullu mendjet e njerëzve në mënyrë që manipulimet të jetë me i lehtë. Prandaj e kanë anashkalu shpirtin. Patjetërisht. Edhe e kanë lënë, po i lënë mjekët, po i lënë pa mundësi që në mënyrë të organizuar, në mënyrë akademike, me kurrikula programore të mësojnë për interaksionin ndërmjet shpirtit të njeriut dhe trupit të tij. Tash në librat e shenjtë, në Kur'an, që e njoh më mirë,
thuhet, Zoti thot të dërguarit të tij, Muhamedit thot, kur të pyesin për shpirtin, thuaj ju se ajo është prej Zotit juaj dhe për te do të dilin shumë pak. Do thot, e kenë premtuar me këtë, do të dim shumë pak. Por është diçka që ekziston në trupin ton dhe është i vetmi dallim ndërmjet njeriu të gjallë dhe njeriu të vdekur. Pra nuk ka dallim tjetër. Na jemi tash tu fol, larg qoftë mundet më na ndodh tap doktorit edhe shkum. Tu nga dieta, tu met këtë organit që në vend, çdo gjë, po energjia jetësore dul prej trupit. Pra kjo është fakt. Është fakt edhe medicinal, është fakt shkencor, vërtetohet kjo. Por që nuk kam rri ende, Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk kam rri në atë fazë që të pranon këtë fakt dhe mbi këtë të mbi ndërton koncepte të reja të trajtimit. Dhe kemi met në nivel të një mjekësie mekaniciste, të kuptuarit shumë të thjeshtuar të funksionimit të organizmit njeriut, natyrisht shkenca e mjekësisë ka arrit shumë, ju në zbulu edhe ato proceset ma tima, biokimike, biofizike në nivel të organeleve qelizave, kemi hyrë në DNA, në ADN, pra kemi hyrë në gjenome, ose ka punohet me CRISPR, me teknologjitë më bashkëkohore për thymin e gjeneve, përdorimin e këtyre teknikave, shërimin e smundjeve. Shkenca ka shku shumë përpara. Por është ajo thënia, prej drunit përpara nuk e sheh malin. Shpirti është në trup. Mendja e njeriut, e cila ka mundësi me ardhë deri te kufit e shpirtit, me rënë kontakt, me shfryzu ato energji fisnike, që metafizike, por që ka mundësi me shfryzu për shëndetin e njeriut, nuk vejet në funksion. Mendja e njeriut e cila duhet të ushqehet me dije, duhet të ushqehet me dije të mirëfillt, jo me dije të kotë, të TikTokut e faqeve sociale, po dije të mirëfillt shkencore, që ka bazë shkencore, që i mirë kupton edhe i pranon ato vlerat të traditave mjekësore mijëvjeçare më herët, po e hupim rastin edhe koha po shkon, gjenerata të tëra po na kalojnë, edhe një mënyrë njeriu vend që mu pasuru dhe mu rrit me shfryzu këto të arritura shkencore në funksion të mirëqenies së tij, pra me parandalu smundjen rreth parë, jo me shëru, po me parandalu, në esencë jemi të shku ka rritja e smundjeve psikosomatike, rritja e numrit e prevalencës së rasteve me diabet, me smundje sheqerit, me tension të lartë gjakut, me probleme të luktit, me astmën bronhiale, me probleme me kolite ulceroze, rritje e prevalencës së kancerit në botë, që kretë janë dëshmi të humbjes së ekuilibrit të brendshëm brenda njeriut ndërmjet shpirtit, mendjes dhe trupit. Pra në atë nivel e kemi hu betejen. Mjekësia bashkohore është ka hu betejen në këtë rafsh. Nuk është ka hu betejen në rafshin material. Kur vjen punët e studimit qelizës, organeleve, gjeneve, sistemeve të organeve, me pajisje, ma bashkohore, me këtë jemi okej. Po pacientat s'po na bojnë ma mirë. E vërtet. Numri i smundjeve po rritet, që të thonë nuk jemi në rrugën e drejtë, jemi tu huq diçka, e kemi humb këtë dimension. Ka shumë sene në të cilat kisha dash më ndërlidh këto. Për shembull, te pjesa e që jemi të humbë dhe jemi të shku në drejtim të gabum, a ka vend për fen dhe evolucionin me një dhomë? Dhe me thonë jemi të shku në një drejtim, edhe një farforme mund të themi se të gjitha fet një farforme kam parashiku një farfundi, edhe një far dështimit të njerëzimit ku po ndodh kjo çka po ndodh dhe ndoshta ka me ndodh edhe mazi. Nëse vetë se është parashiku ajo, a duhet me mendu që nuk kemi fuqi me ndal, ashtu ka me ndodh, ashtu kështu? Po në qoftë se nuk e shfrytëzojmë mendjen, ashtu që nuk jemi ka shfrytëzojmë, po folin nivel të njerëzimit, nëse nuk e vejmë mendjen e shëndosh në funksion, nëse nuk e shfrytëzojmë diturinë e qytetërimeve para nesh, dhe nuk e shfrytëzojmë diturinë që ka nga hulumtimet materiale shkencore sot, nuk i vejmë në funksion të plot, mënyrë koherente, të integrume, atëherë bota është ka shkon përfundimisht ka kataklizma që është e premtuar në librat e shenjtë.
Ju fshini çka po ndodh. Çashtu po duket që skemi ka me ikë. Unë në jetën time, unë po foli për përvojën time personale. Tash secili prej jush jeni matri, edhe shumë dimensione të saj ndoshta edhe pa njohur në për ju që do ta them, po për shembull tani mos edhe pak po i bëj gjatë 5 vjet, javën që vjen. Dhe për këto gjatë 5 vjet, për shembull, unë kum pas kur rasti me pa kësi dukuri shkatrimtare natyrore që po ndodhin nëpër botë, po vërshime në Evropë, Po. po uragane në Amerikë. Po këto janë gjëra plotësisht të panjohura para 30-40 vite. Pra, çka do thotë kjo? Këtu natyra o shka reagon në shka, në një sjellje shkatrimtare të njeriu pa kujdesshme, një sjellje e cila ka për qëllim vetëm kënaqësinë personale, Po. ka disa individe që i bujnë ka 160 miliard dollar atje pasuni, Forbes e qet listën e më të pasunëve atje, edhe na kreti këshyrim dhe kënaqëm, ky fitoi kaq, ky pas ka fituar kaq, në esencë krejt ai sistem po punon në drejtim shkatrimit të natyrës dhe ndryshimet klimatike janë të tmerrshme. Po. Ju po e shihni, presioni më i madh që po i vjen edhe kërcënimi, më i madh që po i vjen njeriu të vjen për klimës. Do thotë edhe pak kena mendjet me këshyr rreth, sa janë të zeza, a janë të mbushura me ujë, apo jo, kjo ka me qenë problemi kryesor. Ç'është, po s'është veç në nivel uragane janë të ndodhur edhe nivele personale të njerëzve, domethënë është po fillojmë prej vet botës së individit në familje e mandej edhe në një entitet shoqëror caktuar deri te natyra që po flasim për detin e për qiellin e për tjerat. Po kjo ndoshta kishim mujt që tu me përmend se qysh përshtatet besimi ose spiritualiteti në praktikat e jetës moderne. Për shembull, unë mendoj që çka ajo jep është një formë disiplinare e cila na shtin që çdo ditë me një disiplinë caktuar me e bu veten më mirë, edhe në aspektin shëndetësor. Për shembull, një ndër të parat që sigurisht edhe ju i përmendi me pacientat e juaj, si pak unë i përmendi me klientat e me, janë disa sekuenca të mikrofalënderimeve ditore që sigurisht munden me qenë më u përkthy edhe në lutje ose në falje, ku e ka një farë kuptimi edhe ajo 5 herë në ditë, me ta përkujtu që ti e zen vend një copë tokë, edhe me u përtoksu dhe me pase të gjitha ato gjërat që i mendon ankthët që i ki, nuk janë më të rëndësishme se vetë qëndësia jote dhe Zoti ose diçka më e madhe se ti. Çush mundemi me ndërlidh? Unë mendoj se ndërlidhjen juve që batë edhe e bëhet shumë bukur, edhe mendoj se aty është esenca edhe parandalimi më i mirë i narcismit njeriu që në esencë është dera hyrëse për psikopatologji. Po. Regresioni narcistik, që si shini raportet e mia, pacientëve që bëj mundona, i kom një 3 vija aty, raportin e kom shkurt, edhe në 3 vija mundona me thonë esencën e asaj se shka jam të bo. Edhe shumica filloj me regresionin narcistik. Pra kthimi në pozitën narcistike, ku individi merret me veten, nuk ka më fuqi, u marr me rrethin, me familjen, me shoqërinë, atje ka dështu, ka vështirësi, ka tërheq gjitha investimet psikologjike në veten. Edhe fillon më marrë me trupin, organizmin e tij dhe normal me probleme sociale, mandej që gjenerohen për kësaj. Pra, falja të muslimanët, po themi jemi popullar shumicë muslimanë, po edhe të krishterët. Lutja, fillon lutja. Fillon me atë Zoti është më i madh. Ta përkujton. E nis me këtë. Bile, unë kom dëgju për dietarëve islam, mendje të ndritura islame që kanë thonë, falja pranohet edhe vetëm me thonë Zoti më i madh. Zoti më i madh, Zoti më i madh, Zoti më i madh, Zoti më i madh. Çka? Po i thu vetit, o shok, o shoqe, ndalu pak, ai është më i madhi, e ti je njeri që je njeri i mundësive. Edhe çoje veten në drejtimin e duhur, fitoje botën tjetër, po edhe këtë botë. Dhe në botën tjetër, po edhe këtë botë. Qysh? Në 2 mënyra. Bën vepra të mira dhe shpërndaje atë të cilën Zoti ta ka dhënë. Pasurinë që e ki. E tash, po dalim te Freudi, dalim te psikodinamika, e ka thonë, mekanizmi më i përsosur mbrojtës i egos së njeriu është altruizmi. Pra humaniteti. Pra
ty Zoti ta ka jap besimin që ti 5 herë në ditë, po folim tash për besimin islam, ose njëjtë edhe fe tjera i kanë kohë të saktume kur luten edhe realizojnë lidhjen metafizike me Zotin, do thot në kohë të saktume ti me qenë në atë koherencën e fushës elektromagnetike, e cila ty të lidh me Zotin. Ç'është po? Kjo teori tash. Tash ta marrin para 70 vjetë, mi pas pa dikush dikon rrugës të shkuet të folë, qështu, me vetë me veti, adi me dikon, këshin thonë, pas ka lujt kë. A kemi ditë në diçka për fushat elektromagnetike që mujnë mu shfryzu për rjetat telekomunikative, telekomunikuse. Në tash e qelim telefonin, tu e thirin një mik toni New York, për ma jetu në ndëgju, shka përbojma, një fush elektromagnetike e fuqishme, e cila ekziston, po shfryzohet sot për komunikim, edhe interneti është i bazum në atë fush. Është ashtu. Dhe tash, çka në qoftë se krijuesi e ka një fushë elektromagnetike për njerëzimin, dhe cilin ai mundson qasje. Edhe thot kodi hërs nuk ka numri, po thot Zoti më i madhi. Ktheu ndritim caktuar, zënë kondin atë fushë elektromagnetike edhe jenë komunikim me mu. Do thot çka ndodh këtu? Këtu vjen deri te një plotësim i personalitetit njeriut edhe në një dimension metafizik. E fuqizon personalitetin njeriut. Nuk e ndjen vetëm vetmum. Po. Njeriu që në regresion narsistik është i vetmum. Po, edhe nuk e ndjen që i ka të gjitha përgjithësitë që edhe ka njëherë janë shumë më të mëdha mbi vete. Ka njëherë dorëzon përgjithësinë ndaj një diçkaje që kujdeset për ty ndoshta. Eksakt. Edhe e zaventson atë mandej me një doktor, me një psikiatër, që është alternative dopt. Në krahasim me atë që ka pas opsion prej kur ka ardhur këtë botë. Mirë po tash ky problemi tash i edukimit të fëmijëve. Na folën para për shkolla. Shkollat përpara e kanë pasur komponentën edukative. Edhe unë vazhdimisht po e përsëriti edhe mandej rreziku ka qenë ky që shumë herë, pa numër herë, stigmatizimi. Taliban, ky po fol për fe, po e di, kjo klasike, Afganistani, ka Siria, po do më Allah. Po. Gjanat pa kuptueshme, plotësisht pa kuptueshme. Kur ta thu për shembull një fjali edhe thu kështu. Ç'ço? Hajde të marrim përvojat më të mira të shteteve europiane, sot që në Bashkinë Evropiane do të më shku. Cilat janë popujt më të arritur? Gjerman, austriak, francez, britanik, çdo kfinti që po thonë tash me qinë rrashën politik. Çka kanë bëu këta në këtë aspekt? Qysh e kanë ndërlidh këtë çështjen e besimit edhe sistemit arsimor? Ti morën për praktikat e tyre? Mos ta zbuluojmë që thonë ujin e nxehtë. Shumë mirë që përmendesh këtë sepse edhe unë bash para do dite kur isha të fol pak për konstruktin e vlerave shoqërore, edhe pse tek ne kur vjen puna te gënjeshtra, te ndoshta përkushtimin ndaj dikujt, mungesa e tradhtisë në punë ose çka do, shumë njerëz bojnë be edhe kështu shiten si fetar, mirë po nuk i kanë rënjet e shëndosha dhe të kuptueshmërisë së fesë dhe ndërlidhje shpirtërore me të, dhe vetëm përdoret sikurse është një trashëgimi gjenetike. Domethënë e kanë pas katra gjyshin edhe veç çashtu ka me çat shkruan. Unë e di edhe kur u pata kthy për Kroacisë këtu, kur më pyetshin çfarë përkatësie fetare kam, thosha nuk e di, nuk muj me thonë që ashe, edhe më ndërpreshi fjalin, thoshe, po çka të shkruan në letër? Edhe një farë forme kjo më ka të merë, u formalizoj edhe me të merrën, sepse është bash ashtu sikur se diçka trashëgume, jo diçka e kuptume dhe studiume gjithmonë në nivel personal, pavarësisht asaj se çka ka qenë më përpara. Ndërsa në botën perëndimore e di se të krishterët në Kroacia ashtu ka qenë, prej klasës parë kemi pas landën vjeronauk, që ka qenë landa fetare, normal që ke pas drejt konë si konform landë zgjedhore, ke pas drejt mos me shku nëse s'ke dashur, gjithmonë kam shku, dhe aty e ka pas bukurinë edhe rëndësinë e vet. Edhe mendoj që gjithkush nuk ka, s'di pse njerëzimi frigohet që një e folur për diçka, pa tjetër që ka me ndiku në një formë ose tjetërën tek njeriu. Gjithçka duhet mu fol, dhe njerëzit kanë mu profilizu aty ku ashtu që kanë shpirtin, aty ku kanë vendin.
Absolut, edhe ta dish, që të po e marr guximin Po. dhe lirin pak, nëse inshallah. nuk Pa ka pojë. tjetër, pa tjetër. Po them, sikur mos të kishe pas këtë përvojë të shkollës, të shkollimit, edhe vijimit të atyre mësimeve. Ti je e bindur, nuk ishe qenë ka që hapur sot si mjek ndaj këtyre temave. Po, Sepse në atë moshë tu kanë zgjeru horizontet. Tu ka jap mundësia me qenë koshjente për qenien tonë shpirtërore dhe ki zbulu pasurinë e madhe që ki me na vetes. Edhe e një vetën të sigurt, edhe Po. ki vetë besim, dhe mundesh me hi këto tema edhe me figura eminente publike, intelektuale, shkencore, të cilat ndoshta mendojnë edhe ndryshe. ç'është. Edhe ti e respekton mendimin ndryshe, Pa tjetër. edhe duhet mi respektu, pa asnjë problem, por ki guxim me hy në atë bisedë. Po, Prandaj unë vazhdimisht kum thonë, e përmendet atje kom qenë deputet Kuvend Kosovës 2004-2007. Kom insistu, ju lutem ta zbatojmë lëndën e edukatës fetare për fëmijët në shkollat fillore dhe të mesme në pajtim me praktikat më të mira europiane. Atëherë Kroacia s'ka qenë në BE 2004-2007. po, Dhe kom insistu, po çfarë? Një keq kuptim edhe madje interpretime, stigmatizim, mos pyetni. Po. Do thot për keqardhje sepse arsimimi për shpirtin, për qenien shpirtërore të njeriut është me rëndësi. Nxënësi duhet me ditë kur del prej shkollës, ai që don me ditë, duhet me ditë që e ka shpirtin në trup, që ai shpirt vjen prej Zotit të madhëreshëm, edhe që njeriu është qenie hyjnore. Nuk është njeriu një qenie që mund vetëm mos me respektu. Me respektu shumë se ka mundësi potenciale të mëdha. Unë thash, ju thatë, e kom një vetën të vogël në moment në krahasim me njerëzimin edhe me këtë galaktikë, me këtë kosmos. Por njëkohësisht je shumë e madhe. Nona Terezë u konë shumë e vogël. A është ashtu ajo? Po e ka ndryshuar njerëzimin. po e vërtet. Apo është një shqiptare, një nanë shqiptare. Do të thotë, njeriu duhet me pas shumë vetë besim, po të kanalizum drejt. Jo vetë besim me bo miliona. E me bo pasuni tepër që i shërben vetëm randemi i shpirtit edhe zdi çka bën me to edhe veç probleme ka me to. Pikërisht rëndim i Po, shpirtit, po. Me qenë në shërbim të atyre më të afërmëve të vet, në shërbim të familjes më së pari, e mandej unë thash kojshive të vet, që kemi harruar çka kojshia, e deri te natyrisht shoqëria edhe me promovu mënyra të shëndosha të marrëdhënieve sociale, jo interes, edhe vetëm interes, fizik, trup, pasuni, mall, dashuri, Kërkahesh, po. Madje edhe brenda familjes e kur. Unë po të merrona fatkeqësisht ato që po e shoh për shembull. Shikoni, më bën 40 vite punë si psikiatër. Në fillim jo si psikiatër, kom qenë mjek në specializim psikiatrisë, po them në klinikën e psikiatrisë, por me pacienta psikiatrisë. 40 vite. S'ma ka marrë mendja që në fund të karrierës time ka marrë situatë me marrë mu 2 prind vetëm në ambulant, 5 fëmijë jashtë. Po. Këta vetëm. Po shumë është kjo. Do thotë, këto janë veç situata, unë nuk du me akuzu fëmijët. S'po hin aty, nuk du me gjyku, ata janë këshie që i kanë lënë prindet tyne. Jo, çdo rast ndryshe, ata ju ofrojnë, gjithçka ju ofrojnë, edhe njerëz që kujdesen për ta këtu, edhe ju ofrojnë marrë ata atje, edhe krejt. Por thjesht ka ardhur kjo situatë. U ardhur kjo situatë, kemi këtë situatë në cilat gjithnjë më shumë përngjan perëndimit ku janë azilet e pleqve, ku i çojnë, i lojnë atje prind edhe vetë punojnë këto anën tjetër, se bota materiale nuk t'jep kohë për me pas marrëdhënie të shëndosha emocionale brenda familjes, e ju po i shihni edhe shajet e para të një krize evidente të familjes në Kosovë, fatkeqësisht, po i shihni indikatorët, prevalenca e divorceve në rritje. Shihni dhunën në familje, vrasja grave, në kundërshtim me çdo traditë, unë po për kiametit po mendoj që ka ardhur puna, burri shqiptar me vra gruan e tij. Ka pas raste përpara dhunën në familje me ushtru, po shumë prej tyre. Pse? Struktura të pashkollume, struktura me probleme të ndryshme emocionale, njerëz që kanë pas kontroll dop të agresivitetit, e kanë zbraz atë agresivitet në kënd, atë që kanë pas
ma të afërt që kanë ditë që nuk ka ku me shku e ngrata. Por me vra, ai mas pari s'ka guxu me vra, sepse e ka pas ajo dikend atje një familje që Po, me njerë ka qenë gati me reagu. Do thot, unë po i thjeshtoj gjanat, po i bi nivelin ndoshta ma thjesht të komunikimit edhe të përpjekjes me sqaru diçka. Por ky popull i ka pas do mekanizma mbrojtës që si ka leju disa dukuri. Edhe ato mekanizma hupën. Edhe ato ma primitive. Qysh ka qenë kur është martu vajza? Qysh kanë thonë para 100-200 vjetë, robi është i yti, gjaku është i joni. Ja ka bo baba i vajzës. Sot edhe gjaku nuk po respektohet, po e bret, apo më kupton. E ka hupë edhe qatë dej aty ka shku. Pra është demontu, është ky sistem i vlerave është demontu dhe është ka përvetsohet diçka e cila është shumë e pasigurt për këtë shoqëni dhe po e shohim se çka po ndodh. E përmendëm transcendentalen plot herë. Ka mënyra me hin ato, po siç duket që së pari në vendin tonë nëse referohemi në Kosovë, transcendentalen kogja shumë e ka mjegullu cementa, betoni edhe mungesa e lidhjes me natyrën. Për shembull, unë jam tip që diku nëse duhet me më kategorizu, jam shumë person spiritual, ose ndoshta më bo ma modeste me thonë që në fillimet e asaj pune dhe e kom pa që natyra me qëtë në atë dimenzion më shumë dhe kur jemi të rrëthum kështu me pak gjelbrim dhe me këto ndërtesa nuk mundemi me arrit aty. Por gjithashtu, ndoshta, a kishim mujt me thonë që transcendentalen e arrin së pari duke u fokusu pak më shumë në komunitet ose në që po fillojnë prej partnerit në familje. E përmendet edhe një gjë më herët kur thatë për punën e qysh me u kujdes për tjetrin ose për tjerët me pas një qëllim ku bojmë diçka për tjerët. Deri në një periudhë të gjithë kanë qenë platoista, pastaj Aristoteli ka kthy fuqishëm ka vetja njerëzit me një teori kur ka thonë se të dëshirosh të mirën e tjetrit për tjetrin, do me thonë për të mirën e tjetrit, dhe kjo ka në kuptu që për shembull nëse ja bën kafen grus ose burrit në mëngjes, nuk është për me dalë të e mirë, po për me gëzu atë person, për të mirën e atë personit dhe shumë kështu veprime të vogla. Do me thonë, në atë formë do shta arrisim dopaminën, e vendosim veten në një mjedis ku e bojmë veten ma të lumtun me disa disiplinat e vogla që na lidhin ma shumë me tjetrin, me njeriun tjetër, japim dashuri, na lidh me natyrën, sa na ka mjegullu vëmendjen dhe drejtimin në këtë aspekt, çlidhja me natyrën dhe çlidhja me tjetrin dhe përqendrimi vetëm në veten. Në materialen. Po. E thatë të bën të mirën tjetrit për tjetrin. E besimtari, ai që beson Zotin, për tjetrin, po në fund për vetë. Po nëpërmjet tjetrit. Rritesh vetë tu i bë mirë tjetrit. Në fund rezultati që thonë ta end result është vetë rritesh. Po. Vetë rritesh tu i bë mirë tjetrit, jo tu shiqu tjetrin me ta bë ty të mirën. Ashtu kjo është mënyra e zakonshme që funksionon sot. Pra dy partner janë përballë një tjetrit, i kanë një lloj kontrate, bilën perëndim e dini edhe ato kontratën paramartesore, kushtet e mia për martesë janë këto, kushtet e tua për martesë janë këto, i plotson kushtet e mia jam me ty, si plotson kushtet e mia s'jam me ty. Ku është dashuria, ku është njerëzoria, ku është pirtëroria, materiale. Përshëndrohet raporti martesor në material. Dhe ky largim nga shpirtëroria, është ka e thanë personalitetin e njeriut dhe po shëndron në qenje material. Po. Natyra, kur njeriu del në natyrë shka sheh. Në një natyrë që se ka prek njeriu, se në këtë natyrën që po e keq përdor në njeriu, aty kemi dëshmit shumëta të shkatrimit, po në një natyrë të paprekur, a keni pa gjithkund botë kërkohet natyra
e paprekur. Ç'është po? Do thotë, çka shihet aty? Aty shihet Krimi. ai perfeksioni, harmonia ideale në mes të botës bimore, botës shtazore dhe ajrit e ujit, e aty në elementeve primare që gjithmonë me cilat ju marr ato filozofit më të vjetra të qytetërimit njerëzor. Pra, në natyrë e kemi perfekten dhe aty njeriu e ndin veten mirë, pse o vetë perfekt. Po natyrën e sheh me mall se kur ta sheh veten sa larg pi perfektes u largu. Ka qenë perfekt kur ka në këtë botë si fëmijë me përjashtim të smundjeve, që janë probleme edhe kategori tjetër për cilë mund të diskutojmë çka qysh tek qysh mund mi pa. Por në shumicën e madhe të rasteve, pra kemi të bëjmë me fëmijë që janë të shëndetshëm, me fëmijë që s'kan probleme, dhe të cilët rriten në një rrugtim të tyre, i cili cilësohet me mekanizma perfekt funksionimit si të brendshëm, po edhe të jashtëm social. Natyra e reflekton këtë përsosshmëri të njeriu dhe prandaj e ndin veten mirë atje. Jemi largu për vetës, jemi largu për shpirtërorës, tu largu për shpirtërorës, tu shëndru në qene materiale, edhe jemi largu për natyrës në mënyrë indirekte, thjesht ajo mrenda nesh, perfektja, mrenda nesh, shpirtërorja, mrenda nesh, është e hidhrume. Dhe të manë në atë rrugë që ki zgjedh vetë, në rrugën materiale. Nëse kthehemi te martesa dhe te koncepti partneritetit, a mendon se martesa është një lloj kënaqësie abstrakte që i bjen që bëjmë sakrifica për personin tjetër, sepse nëse na shikon neve si qenje, kemi tendenca shumë me u ekuilibru dhe me shku ka vetjakia ma shumë. Po sigurisht, ka narcismi. Edhe shumë njerëz e kanë, po dihet në botë, është hub ky ekuilibër dhe sot po flitet për narcisizmin gjithandej. Domethënë bile kom bo pyetjen vetës shumë herë, a është e mundur që me pas kaq shumë narcisizëm dhe narcisista në botë, a është bo një trend apo është diçka e vërtet? Trend absolut. Po. Egoizmi, individualizmi është dukuri, është trend global, është dukuri globale, e modernizmit. Dukuri globale. Po. Ta marrim shoqëria jonë, s'kam dëshirë me folë gjithmonë për kontekstin tonë. Po. Shoqëria jonë në qendër të zhvillimit shoqëror ka pas familje. Deri para 20-30 viteve. Deri para 25 viteve, s'po them më tepër. Para 2 dekadave, familja ka qenë qendër, ka qenë individi. Po. Shembuj, unë ju jap shembuj plot. Me njerë mas luftës, unë kom qenë udhëhesi disa hulumtime shkencore që më bëhe përmendet edhe në fillim të emisionit, disa që ju publiku në revistat të mirënjohuna. Ju më podu libra, kanë arë kolegë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi shku në për familje, rreth Prishtinës, familje rënd të traumatizume. Për shembull një familje ku ka met vetëm nana, vetëm gjyshja ka met me nuse, me nipa, me mesa, krejt burri, djent dhe vram. Një djalë e ka pasur në Gjermani, e ka harruar veten, ka marrë familjen, u kthy me nejtën shpi. Atje e kam shel krejt atë perspektiv që e ka pas. Pse? Familja u konë shrejt, thelbi. Sot isha qenë në ndryshim, a ish kthy ajo. Kisha me qenë në ndryshim, a është Jo, s'besoj që ish kthy, po. Do thot, nuk është më në qendër të zhvillimeve shoqërore familja, është individi. Dhe ky regresion në interesa individuale, normal ka pasojë edhe në familje, edhe në partneritet. Jo përmendet gatishmërinë për sakrificë, është baza e definicionit. Çka o dashuria? Gatishmëria me sakrifiku për tjetrin. Bile Jo për me pa ato si burim të plotësimit nevojave personale. Qashtu, në disa vende bile kështu në definicion më të thellë, pëlqimi u shpjegoj që si emocion, por dëshira për diçka ose dashuria u përkthej si zgjedhje, sepse është diçka të cilën ti e zgjedh me e bë dhe me ushqy, nuk është diçka që vjen veç natyrshëm hajt. Domethënë, po. Këtu është interesant kjo pjesë, tash unë në fillim ju thash sipas koncepteve fetare, dhe librave të shejt. 2 gjëra janë caktuar në këtë botë. Lindja dhe vdekja. Për mendim timin, edhe fati. Edhe fati, për mendim timin. Mirë, që ku ka mirë. Se ja kom bajt dherëtën që cajt pjesë. Edhe mendoj se është edhe ka shpjegim shkencor. Ka shpjegim shkencor. Ta marrim
Në qoftë se qenka e caktume me lind doktoresha Rita. Pra, e pas këtë caktume me lind. Dhe tash, ju jeni një qenie njerëzore e cila ka gjenomin e vetë. Dhe baza gjenetike e një njeriu është zigota, qeliza që mbarsohet, pra spermatozoidi dhe qeliza vezë bëhen bashkë dhe nëpër një proces shumë të komplikuar të meiozës dhe mitozës, vjen deri te ndamja e 46 kromozomeve të babës dhe të nanës. Pra të mashkullit dhe të femrës ndahen në 23. Dhe madje bëhen 23 kromozome të babës juaj, 23 kromozome të nanës dhe formojnë Ritën. Prej asaj zigote del Rita. Pra, po e shihni që mos më pas qenë të dytë, nuk ishte dalë Rita. Baba ka mujt me pas një femër tjetër, edhe 23 kromozome prej saj më ardhë, por nuk ishte dalë Rita, kishte dalë dikush tjetër. Pra, nëse është i caktuar lindja, atëherë është i përcaktuar edhe fati me cilin do të kesh fëmijë. Tash shumë çifte s'kan fëmijë, po kjo tash është prap kategoria e sprovës së Zotit që ja bën njeriu. Dhe kjo është temë për diskutim, është shumë interesante me pa, se këtu shka po folim, në një mënyrë e qetësojnë njeriu. Na dim sa kemi plot, kemi individ që nuk kanë arritur me kriju familje. Ose janë çifte shumë të lumtura që nuk kanë fëmijë. Do të thotë, ka shpjegim, çdo gjë ka shpjegim dhe kjo e ul atë anktin që quhet ekzistencial, që është një prej llojeve më dramatike të anktit e që e cënon funksionimin e njeriut bashkëkohor. Sot edhe është një prej shkaqeve kryesore të neurozës me cilën sot njeriu bashkëkohor ballafaqohet. Okej, apo një të 23 tjetër, kënda që se halo se këna gjithë 23 tjetër. Kjo është qasja shkencore. Kjo është qasja shkencore, pra jeni në pritje të 23 tjetër. Me 23 vjetor për ditëlindje, që atëherë kam ditëlindjen. Okej, po ndërlidhe me depresionin edhe ankthin, se lundrum shumë në atim dhe prap, dok, kime më premtu që të zyrtarje që kime ardhë dhe njëherë se sot s'kena full bëllë sa kom pas shef. Me kënaqësi më të madhe. Unë në të bazë të klientelës dhe njerëzve me cilë punoj këtu, sepse gjithmonë përqendrimi është në qasjen holistike dhe nuk merremi veç me pjesën fizike të ushtrimeve, por edhe me mirëqenjen shpirtërore edhe të mendjes dhe të gjitha, dhe ideja është që personit mi qasë si një entitet i plot, ku personat që vinë në rituals përfitojnë në tëna format, por një diçka që unë e kom pa prej ka fillon e keqe ashtu me thonë, është që mungon kuptimi i jetës. Unë nuk ja u thom aty në kështu direkt, ty të mungon kuptimi i jetës, por unë e shoh që mungon kuptimi i jetës dhe zakonisht është një treshe ku është pakënaqësia me punën dhe do me thonë nuk e kuptojnë se pse janë, që shërbejnë, këtë shprehje përdori shumë shpesh, si piksel në një piktur të madhe, çfarë roli kanë, që përputhet puna që bojnë me vetën e tyre, është pakënaqësia në martesë dhe një mungesë në sensi spiritual i një diçkaje cila i lidh me diçka më të madhe në mënyrë që me qenë si bazë për lumturi. Çka mendon që janë ndoshta 3 pikat kryesore që njeri të ketë qëllim të jetës? Fillimisht unë mendoj se arritja e qëllimit të jetës i ka disa parakushte. Dhe parakushti kryesor është që njeriu të jetë koshient për qenien e tij. Mas pari për qenien e tij materiale dhe shpirtërore. Pra ky integritet, ky unitet i shpirtit dhe trupit, ku mendja është pjesë e trupit. Mendja e njeriut është produkt i funksionimit neuroneve të trurit. Truri është organ si çdo organ tjetër. Prandaj, trupi dhe shpirti, të qeni koshient për këtë unitet. Në një. E dyta, të qeni të koshient se njeriu e ka kuptimin e ekzistencës në shoqëri, jo si individ, po në familje, radhë parë në partneritetin me atë
qenien tjetër, ata 23 kromozoma tjerë që duhet me ardhë, për me e pru jetën e re në familje. Pra, këto e bazike, po e shini edhe vetë, e gjana elementare për me i pranu këto, se këto janë parakushte që njeriu me mujtë mande me derivu një vlerë më të lartë, një jap kuptim jetës vetë, pse ekzistoj unë. Po mas pari dush me ditë pra që je i kryum, je trup dhe shpirt, duhesh me hyrë interaksione me diken tjetër, atë tjetrin me e respektu si vetën, Qashtu po. me qeni gatshëm me sakrifiku për atë tjetrin, në mënyrë që ai tjetri më t'i jap 23 kromozome, qose don, në mënyrë që me e pru një jetë në sipërfaqe, një jetë tre. Pra me kriju familje. Po shumë familje edhe pa fëmijë. Po procesi nuk ndryshon, dinamika është e njëjtë. Qashtu po. Dinamika është e njëjtë. A vjen fëmiu, nuk vjen fëmiu, vullneti i Zotit. Por sa e ka thonë, lindjen e saktojon. Do të nuk varet për jush. Por ju duni mi kry detyrat e shtëpisë. Detyra e shtëpisë është respekti për veten, për qenien tonë të shpirtërore, në një, respekti për partnerin tonë, njëjtë edhe më shumë, me sakrifiku ka thonë për ta, dhe pastaj me e kuptu që e ki detyrë të shejt, që me mundësu ardhin e jetës në këtë botë dhe krimin e një familje të shëndosh. Dhe në këto baza, mandej si individ e shtron vetit pyetjen. Pse jetoj unë? Tash e ki ma letë me ja përgjigje. Ki 3 primesa. Po më kam shpirt, kam një person të dashur dhe kam familjen. Dhe për këtë arsye, unë duhet me gjetë kuptimin e jetës në këtë mjedis ose në relacion me rrethin ku jetoj. Tash kjo familje o pjesën i tërësie dhe mundësit për me gjetë kuptimin e jetës rritën. Dikush e gjen vetën në relacion me Zotin, dikush e gjen vetën në marrëdhënien e dashurisë me burrin ose gruan, do të thotë me partneritetin. Dikush e gjen vetën në raportin me fëmijë, dikush e gjen vetën në raportin me prind, dikush në raportin me shoqëni, dikush me shtet. Qashtu po. Do të thotë Varet çka jep. varet çka jep edhe çka të tërhiq më tepër. Por parakushtet janë me rëndësi e koha bashkohore, modernizmi dhe globalizmi, ai individualizmi që folëm, e ka reduktu njeriu në qenie të vetë mjaftueshme, që madje edhe për qenien shpirtërore të tij s'do në mia ditë. Shumë herë, e lodh kokën, shndrohet në qenie materiale, ekskluzivisht materiale, e cila vetëm qysh mi plotësu pasionet epshore, e selia e epsheve të njeriut nuk ka në kore të trurit, po në struktura subkortikale, një 5 cm në kore të trurit, a kore e trurit të 6 mm, krejt, do thot funksionojnë me subkortex, me struktura subkortikale. Kjo problem mandej, kjo problem. Për vetë individi në problem, se sunë e gjonë kuptimin e jetës, shëndrohet në qenie epshore, materiale, pa vlerë për të tjerët. E kuptimi i jetës është si në përkthem nëse e këshyrim kështu me thonë me marrë një metaforë të makronutrienteve është si proteina. Pa protein s'ka jetë në kontekst është bloku kryesor që na ndërton neve, ndërsa këto tjerat janë karbohidratet e yndyrnat, pa to munësh, po pa protein nuk munësh. Sigurisht, pa diçka që është generator, që bart, që çon përpara. Qashtu edhe në shoqërinë tonë, për ka aspekti dietës, diku në 70% të popullatës sipas analizës deri tash kam punu me gati me mbi 300 njerëz, edhe është e pabesueshme për mua me mujt e kisha bën një studim në këtë, sa shumë mungon proteina në dietën tonë, njëjtë po mungon edhe kuptimi i jetës. Çto dyja janë diçka që njëna është në nivel të Po. Janë të ndëlidhura. Janë të ndëlidhura. Ku të prek ku ka përsosmëri? Do thot, njësit përbërëse të ati sistemi perfekt, janë në harmonit plot njëri me tjetër. Çrregulloja ushqimin, shkoj shëndeti. Në anën tjetër, ajo ka implikime deri te shoqëria mandej. Do thot, është shumë me rëndësi me kuptu cili është stacioni i parë. Stacioni i parë është qenia vetë
integriteti dhe tërësia e qenies së njeriut si qenie materiale, trupore dhe shpirtërore. Ky është stacioni i parë. Prej këtu i duhet munis. Qa do po them që edhe që tash edhe po flasim edhe vendi jonë konsiderohet si për shembull shtet musliman që shtojnë shumë dhe me shumicë muslimane, por nëse e shikojmë në nivel të shëndetit të shumicës, nëse e shohim te nivelit të indit dhe amor, për shembull rreth barkut të shumë të ashtu quajturve musliman, nuk duket se është ashtu, sepse praktikohet, do me thonë, feja në nivel shumë si përfaqësor dhe nuk është ndërlidhur. Plotësisht, ata bin rrafshin tënd. Po. Jo e përmendet punën e fesë, që po e bin rrafshin e nutricionizmit, që e përmendet. Do thotë, e keni këtë shumica e popullatës së Kosovës, që është shumicë me bindje islame, janë musliman, po nuk e praktikojnë të fenë. Kjo njësoj, sikur se tash ju i një ekspert e nutricionizmit, edhe ju ja jep një recept se si duhet me qenë ushqimi shëndosh për një individ të caktuar, edhe ai çka bën, ai nuk e praktikon. Qashtë. Ato, po e monë në gjep. E monë në gjep, edhe më ndi shka bëhet me. Dije se shka bëhet. Do të shëndeti çrregullohet. Prandaj çdo gjë që synohet, duhet mu kuptu edhe mu zbatu. Mu zbatu, pra. Jo me qenë formal, jo me qenë sipërfaqe të... Fjallet me i vendos, me i qitë në aksion. Në zonë fjala vend që thot po. Qashtë. Kur thatë të vetë mjaftueshmëria, e përmendet si diçka që po ndodh në modernizëm dhe globalizëm, dhe patjetër në diçka që unë mendoj që është drejtja e njerëzimit sot është kjo raskapitja e sistemit të kënaqësisë edhe të dopaminës, do me thonë ajo, siç duket, kur te i shfrytëzojmë dhe nuk e ngjihem kurr, po tenton me na çu në depresion. Pa diskutim, kjo që thot ju është një qasje, një shpjegim i etiologjisë e depresionit, që sot është një prej smundje ma masive globale. Po. Një shembull, dhe që po ju jap para 3-4 viteve i pash dhëna zyrtare të Fondit Sigurimeve Shëndetësore të Gjermanisë. 70% e punëtorëve në Republikën Federale të Gjermanisë që kanë marrë pushim mjekësor, kanë marrë pushim mjekësor për shkak depresion. Unë ju më habit, nuk më besu, por e kom vërtetu, edhe ashtu është. Do të thotë, pse kjo po ndodh? Shikoni, truri është organi më i ndjeshëm në organizmin e njeriut. Organ është edhe lëkura. Po i bëj një krahasim. Në qoftë se e marrim një shati, tash merr një mua më çoni në një arë, atje më jep një shati, më thonë doktor, dush mi prashit që arë, që të 2 arë, to dur s'kan kap tjetër pos lapsit, jo, duhet me prashit. Me bo me prashit, çka ju merr mendja juve, mas një kohë, që shumë dokën këto dur, lëkura reagon, pesmatohet, qelet thot, ata që ju kanë thonë për para, e dini në gjuhën sërbe i kanë përdorë ma tjerë, për s'pëdu mi përmend, ato plika, ata zhula, ata që ju kanë thonë. Lëkura reagon, trashet, ka hiperkeratoz. Pse për mi mbrojt dorën, lëkura trashet. Prej stresorit jashtën. Truri, në nuk mujmi pa, a trashet, për këtyne streseve të përditshme. Streset janë të përditshme. Vinë në gjitha nivellit, i përmende parës disa. Pra janë strese të brendshme, që ja kryon njeriu vetit, e këta janë më të rrezikshme. Kërkeset e mëdha, ambicet e mëdha, me pas, me mri, syni xhelozia, lakmia, unë thëmë smundja ma e rrezikshme të shqiptarët të mësyshi. I bim syshë të shoqit. A keni ndëgju njerëz më të arritun, që në shqiptarë në botë, kanë mëri kulmet i kanë mëri, pasurisë, suksesit. Shqiptari thot ta falë krejt, po suksesi nuk ta falë. Kjo është e të mërshme. Kjo është ajo që ka thonë popullin tonë që kemi mësyshi, lakmia, xhelozia, pse ai me pasun e jo. Të në strese për trunin. Na ato ndryshime në trun nuk ujmi pa, që shishojme në lëkur, për ato ndodhin. Në cili nivel? Nivelin e neurotransmiterve. Truri është një tërsi e mrekullueshme e funksionimit. Sa është i mrekullueshëm organizmi, truni është 1000 herë më shumë. Për atë arsye vetëm 2% e funksioneve të trurit janë zbulume. Pra gjithë ajo
ajo pasuri e madhe e interaksioneve neurale brenda, qarqeve neurale brenda trurit, neurotransmiterëve, sisteme të ndryshme. Jo përmendet dopaminën, po aty është serotonina, po aty është acetilkolina, po aty është acidi gamma aminobutyrik, po janë endorfinet, po janë shumë sisteme të cilat janë në harmoni perfekt. Streset e jashtme i çrregullojnë. Ç'është? Kur, për shembull, ta marrim një shembull më thjesht, e përmendëm parës pasionet, epshet, për shembull. Varësia nga epshi seksual, ta marrim, ose varësia nga epshi për ushqim, ta marrim. Ai e çrregullon sistemin e neurotransmiterëve në qarqet neurale ku mediator është dopamina. Dopamina rritet. A automatikisht sisteme tjera të neurotransmiterëve çrregullohen. Kemi disbalans, dhe emërohet ankthi, si signal, së është diçka në rregull. Ankthi me njëherë shkarkohet sistemin nervor autonom vegetativ. Ju e dini për çka po foli, për sistemin nervor që i nervon organet e brendshme, janë frymarrja. Unë ngushtu, fillon me rre zemra, fillon me pas probleme me lukth, ose në bark, ose në shikës të urinës, ose dridhje durve. Ata unë me një emision e kom përmendë ishbo virale, më ndaj e punë, se këtu si saq me qitën kryth. Pacientat ankohen të si presion, si shtrëngim. Këto e që simptome të ankthi. Po. Do thot, depresioni është, ta them ashtu, stadi i fundit i një procesi shumë të ndëlikuar psikologjik, i cili rezulton edhe me simptome psikiatrike, dhe është një smundje e cila ka shërim, por e cila të cilën duhet me bëhet çdo gjë që me parandalu mos milion mu paraqit. E çush duket depresioni? Cilat janë disa simptoma kështu shumë ma të shpeshta, se ka njëherë shkaku që gjuha është kogja kufizume dhe varet prej gjuhës shpeshherë diagnostikimi depresioni, do me thonë dush me ndëgju tjetrin që apo të tregon. Do të depresioni, kur në formën e zhvilluar të saj, i ka dy forma klinike. Njëni është me simptoma psikotike dhe tjetri është pa simptoma psikotike. Ky pa simptoma psikotike o më i lehtë. Ky me simptoma psikotike është shumë më i rëndë klinikisht. Pra bëhet fjalë për intensitetin e simptomave në një kontinuum kohor, në një kohë zgjatje të caktuar me kritere të caktuar. Ç'është duket? Do të thotë radhë parë çrregullimi, fillon me çrregullim të vëmendjes, mandej me një pasiguri në proces të vendimarrjes, shkon matutje në kontrollin më dobët të impulseve agresive, kjo ul vetbesimin mandej shkakton ankth, frikë, edhe izolim social, mandej vjen deri te ramja e vullnetit, ramja e disponimit, motivacionit, interesimit, humb ndjenja se jenë në gjendje me i kry obligimet ditore, pra fillon me të kriju një farë ndjenje e vetë akuzimit që nuk jenë nivelin e detyrës tënde, rolit që e ki brenda familjes, që është nanë, që është babë, që është fëmijë, pa parasysh, dhe mandej matutje ndjenja fajit, deri te nivelet të format të rënda depresioneve me deluzione, paraqitje në ideve autoagresive, humbjes plot kuptimit jetës, deri te tentimet suicidale, deri te vetvrasjet. Pra, këto janë ato, kjo është rrugtimi i një smundje shumë të rëndë, një përshkrim shumë i thjeshtëzuar, po vetëm po du me ritheksu ato që thash, duhet me bëhet çmos që me parandalu paraqitjen e depresionit, e ka mundësi mu parandalu kur në fazën kur e kemi ankthin si simptom dominant, se ankthi e të rek vëmendjen e personalitetit që shiqa, punë nuk po shkojnë mirë, ndalu kërkon ndihmë. Po. Edhe ndihma duhet mu kërku, në rrot parë natyrisht te mjeku familjar, ai mandej nëse son gjendje me reagu, atëherë te psikiatri, në bashkëpunim me psikologun, shumë raste me punëtorë sociale, është një qasje e elaborume, në Kosovë ka kapacitete potenciale, mu reagu me kohë. Po ka shumë njerëz me simptoma të ankthit, jashtëzakonisht shumë. Shumë. Cilat kishin me qenë disa protokole në nivel të neuroshkencës, po flasim, të cilat e favorizojnë mjedisin që të menaxhohet ankthi ma mirë, disa sjellje të caktuara, jo të menaxhojmë, se më pëlqen me thonë me menaxhu, po me u marr me ankth, edhe shumë njerëz besa
nuk po e kuptojnë ankthin, po mendojnë që kanë probleme me zemër kur po ndodh diçka tillë. Saktë, kjo problemi kryesor, pra arsimimi, edukimi masiv, medial, nëpërmjet mediume, nëpërmjet mediave, nevojitet një arsimimi popullatës, informat e duhur popullatës. Një sistematike, jo me një emision një herë në 3 muaj, po një sistematike, edhe ato jo një medium, po disa mediume, në mënyrë që me ngrit shkallën e informimit, dijes qytetarëve për ankthin, si signal, si signalizues i disa proceseve në rrafshin e shëndetit mendor që duhet parandalu. Bravo dok, sa po eftove veten edhe 2 herë të anë. Faleminderit, me klasim më të madhe. Po, është shiqoni, është detyrë ime ajo, nëse kam pas mision jetësor, 40 vite me punu me njerëz që kanë pas këto probleme, për mua kënaqësi, nëse fjala ime tash mundet me mri te 10 mira të tyre të cilët i ndëgjojnë këto fjalë, a përndryshe ata mira njerëz për mi pas në ambulant, duhet me kalu vite e vite tonë. Ç'është po? Andaj o detyrë, është mision me klasim më të madhe, kur do që ta shihni të arsyeshme, unë jam në dispozicion, këtë e dinë edhe media tjera, gjithmonë e kam thonë, këtë mirë po, nuk ka pas njerëz që kanë pas bindje që këto që po folin është bashkë ashtu 100% e sigurt, edhe thjesht ju nal këto ofertat mia nuk e kanë gjetë atë rezonimin në anën tjetër, uroj që me ju tjetë ndryshe. Po mëre se jam mërmendja më puna dy bashkë me folë për këto, për që ata, është interesant. Sigurisht, duhet me gjetë mënyrë me ju afru qytetarëve. Mu ata që më thonë që kritik që e kam prej fëmijëve të minë që të dytë i kam në fushën e shëndetit mendor dhe janë ekspert se cili një lamin e psikologjisë klinike, tjetëri psikiatrisë, babë ma shkurt me folë se nuk kanë vëmendje njerës sot 30 sekonda edhe mo nuk të nganë. Du të me folë shpejt, po nuk spjegohen gjanat për 15 sekonda, 20 sekonda. Jo, dush me gjetë mënyrën se ndryshe nuk shkon, që edhe kjo është kostoja e kohës bashkëpunëtore, edhe pasoj e këtyre rrjeteve sociale dhe kësaj teknologjie, cila ka për qëllim kohën mi bo pare. Qashtë, po. Në instancë të fundit, ato para përshkojnë të dikush. Nuk përshkojnë të unë që po foli, asë se kom mendën bilet e to, nuk përshkojnë. Që shtët edhe mu, këta familjarët e mi, po mënaj rrethi ngusht, po thonë, le këta podcasta, se janë ka bujnë gjokër, kërse ngënë sa 2 orë, po unë e kam në qëllimin me bo podcastin, po edhe me nda shkurt, edhe me i dhona të shkurtat edhe këto të gjatat, po ka njerë që ndëgjojnë, edhe kanë me ndëgju dhe besoj fuqishëm në këto, sepse është mënyra për me indimu shumë njerëzve, edhe shumë njerëzve më falenderus, po qoftë edhe 5 vetat qofshin, mirë është. Vetëm për para, ju uroj sukses në këtë mision, është shumë i ndershëm. I faleminderit dok, jemi over fundit vëqë dhe disa pyetje po t'i bëj edhe klash. Po, hajtë të provojmë. Okej, e përmenem stresin, një diçka veç që kësha pas dëshirë me e cekë është që shumë herë thuhet me përdor mendjen me kontrollu mendjen, por me sa e di që mendja nuk e ka fuqinë me kontrollu mendjen, shpesh herë du të me përdor trupin për me përdor mendjen, sepse në situata stresogjene, kur stresi është shumë i lartë, nuk mundesh me e kontrollu veten. Që do më thonë me kontrollu mendjen? Që do më thonë? Mendjen mundesh me ushqy, me informata, me dije, në mënyrë që ajo t'jetë ma e dobishme për ty edhe për rrethin. Me kontrollu mendjen, do të thotë që qenë ka diçka që është mbi mendjen tonde. Do të thotë me diçka e kontrollon. Kush ishte mbi mendjen, atë po thojmë shpirti i njeriut, po jo, shpirti nuk i ka detyrë me ta kontrollu mendjen. Shpirti t'jep energji jetësore. E ta jep atë karburantin me cilin ti hes, jeton, edhe plus asaj është një energji fisnike që ndoshta ti mundson disa komunikime që folën parës, metafizike, gjatë lutjes, gjatë faljes, etj. Por, unë mendoj se mendjen njeriu nuk duhet me tentu me e kontrollu, në qoftë se mundohet me kontrollu vetëm nëpërmjet leximit. Nëpërmjet leximit, mësimit edhe të kuptuarit. Kjo është mënyra që kontrollohet mendja. Se përndryshe, çka ndodh, atëherë epshet e kontrollojnë mendjen. Kur mendja nuk ka gjendje me i zotru
epshët, atëherë epshët e kontrollojnë mendjen dhe kanalizojnë ka dojnë ata. Ajo nuk është e dobishme as për njeriu, as për rrethin. Prandaj mënyra më e mirë mi kontrollu mendjen nëse dojmë që po bie në nivelin ose në mënyrën e të mendumit që ma that, atëherë është nëpërmjet të plotësimit të mendjes me njohuri mirëfillta, shkencore, me dije të mirëfillta dhe të dobishme. Dhe në këtë mënyrë tu ushqy mendjen me këto dije, atëherë po, e ki kontrollu indirekt. I do dobishme për veti. E ke bu gati për momentet shumë stresogjene qashtu. Edhe për me hi në interakcion me mendjet e tjera. Qashtu Se po. nuk është kjo mendje e izolume, po është në relacion me mendjet e tjera me cilat duhet me hy në interakcion. E për e fundit, e përmendëm tash që shka ardhë bota e rrjeteve sociale dhe videove të shkurta dhe komunikimit digital. Kur vjen puna të emocionet dhe ndjenjat, që janë dy gjana ndoshta të ndryshme, emocionet janë një diçka shumë komplekse, nuk i ndjej me tru, i ndjej me trup, dhe trupi është libraria më e madhe e emocioneve tona ku i gjejmë edhe traumat edhe krejt emocionet që kemi përjetu prej kur kemi lind. Si një diçka e tillë shumë komplekse që gjuha nuk mund ta përkufizoj, tash po mundohem me e shpreh atë në mënyrë digjitale, ndoshta ju më pak se nuk merreni me ato gjana, por po flas për të rit, me këto emojis ose këto emotikonat që po gjenden aty. A mendon që është të dëmtu aftësinë tonë të shprehurit dhe të kuptumit vetës dhe të emocioneve tona kjo mënyrë shumë e thjeshtësuar dhe çesharake e komunikimit? Po, unë mendoj se është një prej paradokseve të kohës dhe një prej dukurive me cilat njeriu mundet me buzëqesh. Njeriu thamë është qenja ma e përkryme në univers. Fjallë e Zotit kjo. Pra, është e përkryme si qenje dhe i ka ato potenciale të shprehjes, të interakcionit me tjerë, me vetën, që si ka asnjë qenje tjetër. Dhe është me definicion duhet me qenë i dobishëm për të tjerë. Reduktimi njeriut në një robot. Për shembull, aplausi, buzëqeshja, kapja, kjo vjen tu se njerëz që s'din me fol, edhe nuk kanë aftësi me i shpreh emocionet e tyre, dhe në këtë mënyrë po reduktojnë raportin në raport mekanik. Një raport mekanik pa fjalë. Do thotë fjala ka qenë e para që ka ardhur, librat e shejt, secili kur ka ardhur me një fjalë të parë. Edhe te judaizmi, me sa kam njohuri, mos do ka vofsha, po ka qenë fjala ka ardhur e para. Ndërsa fjala e parë që i ka ardhur Muhamedit, të dërguarit të Zotit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi te, ka qenë lexo. Kupto. Do thotë atje fjala, këtu lexo dhe kupto. Pra, pse na me hub këto vlera, këto aftësi të veçanta që janë hyjnore për njeriu. A lexon, a kupton, do një kafsh. Jo, pse me reduktu veten në nivel të robotit? Një qenje po thonë nërthojës, a inteligencë artificiale po i thonë, që ashtu, edhe pak robotit kanë me thonë qenje. Po që thep që përmende kafshën në nivel kafshëror, ne jemi ata që bazohem në motivim, thojmë, ok, po ndjena me bo kështu, s'po ndjena me bo kështu, po në nivel njerëzor, aty ku e kemi vullnetin e zgjedhjes, e kemi disiplinën dhe ne zgjedhim çka bojmë për diçka më të mirë. Sigurisht, edhe po them, kjo është paradoksi kohës, për mua është shumë e papranueshme, bukuria e fjalës, bukuria e shprehurit, bukuria të folurit, bukuria të shkruarit, bukuria e leximit. Këto janë ato elemente që shoqërisë tonë nga dita në ditë po i dalin nga dora. Por edhe parandalues shumë të mëdhaj të ankthit, depresionit, edhe të mungesës së dashurisë, besa. Sigurisht, sepse njeriu kur e zotnon fjalën e vet, edhe në mënyrë të shkruar, edhe në mënyrë të folur, atij rritet vetbesimi. Po. Ai ka siguri, e din veten shumë komod në raport me të tjerë. Dhe një prej problemeve kryesore që sot e kemi atë fobinë sociale, kemi atë fobinë social ku njerëz kanë shumë probleme në interaksione me njerëz të tjerë, mu për shkak të këtij varfërimi progresiv në rrafshin emocional dhe intelektual
Dhe të komunikimit njerëzor në vetëm në disa procese të cilat gjithnjë më shumë janë mekanike, e që duhet me thonë edhe këta në fundit, po e shihni edhe vetë, po ka fillu edhe të shkohet kajat edhe të çrregullohet totalisht edhe natyrshmëria e marrëdhënieve njerëzore, edhe de facto ngritja e njeriut në nivel të qenjes e cila mund të bëjë gjithçka me veten pa asnjë përgjegjësi, lërë ndaj krijuesit, po edhe ndaj rrethit të tij që është temë tjetër për bisedë ndoshta ndonjëherë tjetër. Doktor, të shmoj dhe respektoj shumë, faleminderit shumë që ke qenë me mu, edhe vërtet i gëzohem shumë edhe kësaj publikimit të kësaj epizode që kemi bërë sonte, shumë të bukur dhe të rëndësishme. Unë do të kujdesem që të arri në sa ma shumë vesh dhe sy të njerëzve dhe të gjeneratës teme dhe gjeneratave më të reja se unë dhe kujdo, dhe i gëzohem shumë edhe epizodeve të radhës kur të kesh kohë, gëzohem me të pritë dhe me më bashkan gjitë. Faleminderoj shumë. Faleminderit për ftesën, e uroj që jetë e dobishme për ata që na kanë dëgjuar, na kanë shijuar sonte. Patjetër. Faleminderit. Faleminderit. Kështu përmbyllim këtë epizod me Dr. Ferit Aganin, ju presim në epizodin e radhës të Rituals Podcast.